Përshëndetje të dashur shikues të Ora 24.tv dhe almakos.com. Jemi në qarqi të Shkupit, këtu ku është mbajtur një manifestim para pak qastesh, ndërsa tani do të realizojmë një intervistë me kryetarin e snafave të qarqisë së Shkupit. Si jeni? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Si kaluat ju? Shumë mirë, manifestimi mrekullueshëm. Sa kohë ju ka marrë për më organizu këtë fest edhe cili ka qenë objektivi i gjithë kësaj? Jemi sinqert, ne si shqiptari lëm gjithë në fund i lëm, po ka qenë një fat i mirë për arsye se shumë shkurt ishte organizimi, ku me ndihmën e shkollave të përreth të cilën kemi, fëmijëve të esnafëve, ku përgatitën recitimet dhe na ofruan në këtë ditë festive që ta zbukurojnë rrugët e qarqisë, ku ishte një kënaqësi t'i kesh në mesin ton, ku gjithë të them unë një fjalë ku është engjëjt e qarqisë janë fëmijët tanë. Ishte një emocion ku me recitimet, me këngët e tyre, na emocionuan edhe na gëzuan shumë që jemi shqiptarë, si të them. Është fjalë shumë e madhe, është që them. Ndjenjë veçantë sigurisht. Ishte një kënaqësi, të them, e papërshkruar për arsye se kjo organizim është një fillimi i çdo organizimi që do të jetë plan program vjetor për esnafët dhe qarqisë, ku do të festojmë pos festave tona shqiptare, kemi edhe turq, kemi edhe maqedonsk, kemi edhe rom, të cilët të gjithë edhe bosnjak kemi, të cilët për të gjithë do të mundohemi, se qarqia është e gjithëve është, po posaçërisht sot është festa e jon, ku jemi krenar dhe i përgëzoj dhe i uroj gjithë shqiptarët për festën, për festat e nëntorit, ku si them festofshim për shumë vite, po për shekuj së bashku, është kënaqësi që jemi shqiptar me një fjalë. A mendoni që ka organizime të mjaftueshme këtu në qytetin tonë? Asnjëherë nuk mjaftojnë. Asnjëherë nuk mjaftojnë, po si them, kur do të organizohemi së bashku, këtë bëjmë si komuna, si esnafët edhe si gjithë organizatat, do të jetë madhështoria më e mirë. Po në këtë fest është e mirë të fillohet prej në drek, si themi, ku do të zgjohen gjithë dhe deri në mbrëmje, është e mirë të ketë manifestime të ndryshëm. Sot ne filluam për fëmijët, për kalimtarët e rastit, për esnafët, ku në mbrëmje komuna Çajrit organizon në sheshin Skënderbeu, organizon në ora 6 një fest ku do të jetë një koncert, ku do të jetë për si vazhdim, ku kemi bën një bashkëpunim të mirë, ku ne prej orës 12:30 deri në ora 2, sa është 2-3 ora, do të bëjmë ne një manifestim për esnafët, për qytetarët, për fëmijët, për shkollat, ku do të mbaron me një koncert të mirë në sheshin Skënderbeu. Cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë shqiptarët edhe për gjithë ata që ju ndjeken në këtë moment? Mesazhi jonë është të gjithë së bashku, të bashkohen gjithë shqiptarët për një qëllim të caktuar, edhe të duhemi për Zot të Allahut për asnjë tjetër. Shumë faleminderit.